Një tjetër moment i fortë ka ndodhur në shtëpi, ku Selina vendosi të flasë hapur dhe pa u përmbajtur për lojën e saj. "Unë jam qelë barë," u shpreh ajo, duke theksuar se nuk ka hyrë në shtëpi për të fshehur apo për të bërë lojëra të fshehta. Ajo theksoi se është e gatshme ta jetojë eksperiencën në mënyrën e saj, pa lejuar askënd ta ulin apo ta provokojnë. Në kulmin e debatit, ajo ju drejtua kundërshtarit me fjalët "ti je zero", duke e akuzuar për mungesë përgjegjësie. Selina paralajmëroi se çdo veprim ka pasoja dhe se secili duhet të mbajë përgjegjësi, jo vetëm brenda, por edhe jashtë shtëpisë. Fjalët e saj u interpretuan si një mënyrë për të vendosur kufi të qartë në marrëdhëniet që po krijohen në shtëpi. Pati banor që e pan si mbrojtje, por edhe të tjerë që menduan se toni i saj ishte tepër jashtër për situatën. Megjithatë, Selina nuk u tërhoq. Ajo mbetet e bindur në të drejtën e saj, duke e bërë lojën edhe më intensive.